tashmë e kemi me shoqërin e skuadrës Tefik Çanga, Lavdim Grajinca në studio. Lavdim, shumë faleminderit që je sonte me neve. Faleminderit për ftesën edhe ju vlerësoj shumë për ftesën në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Para se me hin temë, Lavdim, dashna me prek pak temën e Fatjon Bunjakut, futbollistit që ndroi jetë tragjikisht pak ditë më parë, edhe sot ishte varrimi i tij, po ti ke pas edhe përvojë si futbollistin i ballafaqu kundër njëri tjetrit. Po edhe unë ndjej keqore dhe deshta, domethënë familjes tim i shpreh ushtrime, unë ka qenë shoku im, nuk kemi luajtur asnjëherë bashkë, po kundra po. Domethënë ndjej shumë keqore dhe i shpreh shumë ushtrime familjes tim. Përndryshe edhe golat e kombëtarës Kosovës djena miqësore ndaj Andorrës janë dedikuar të gjithë Fatjon Bunjakut në kujtim të tij. Dhe sigurisht i shprehim ngushëllimet më të thella familjes në këtë moment që definitivisht është shumë e vështirë, është parafërsisht gjenerata jote. Po është saktë, domethënë gjenerata jam 23 vjet. Si vjet e ke pas njërin prej sezoneve, po kthehemi tash në temën e diskutimit, e ke pas një prej sezoneve shumë të mira në kuadër të futbollit Kosovës me ekipin e Tefik Çangës. Nëse mund të themi një prej sezoneve më të mira. Po, sezonin e kaluar domethënë kam qenë pjesë e klubit Tefik Çanga, domethënë ligën e parë që në vitin e kaluar domethënë Tefik Çanga ka qenë hera e parë ty në ligën e parë. Më të thënë drejtën, suksesi, sekreti i suksesit, domethënë është përkushtimi dhe puna, domethënë palashme që e bëjmë vazhdimisht. Unë zbashku me ekipin kemi pas një sezon super sezon të suksesshëm, domethënë që e përgëzoj bashkëtarët, domethënë stafin që kanë punuar jashtëzakonisht mirë. Po domethënë edhe kryesis klubit domethënë që na kanë ndajtur mbrapa gjithmonë. Kemi qenë domethënë në mesin përpara juve kanë qenë vetëm skuadrat pretendente që kanë luftuar për Superligën e Kosovës. Domethënë diku deri ka fundi i gjysmë sezonit së parë, domethënë kemi qenë lart tabel. Po. Ku kemi pas domethënë paraqitje lojë përballë direkt me krejt pretendent për Superligë, domethënë jemi ballafaqur shumë mirë me ta. Po domethënë deri në fund gjysmë sezonit kemi qenë lart tabel, domethënë sezona ka qenë shumë e mirë, përgatitjet kanë shkuar shumë mirë në fillim. Domethënë asna nuk e kemi prit as le të themi që kemi pas kaq shumë sukses domethënë me një herë, po puna dhe përkushtimi i jashtëzakonshëm i krejt stafit i grupit, domethënë kemi qenë një grup i futbollistëve domethënë të ri, që jemi përshtatur shumë mirë, edhe deri në fund pastaj vjen suksesi. Po në aspektin personal, këtë sezon a je i kënaqur me veten? Me të drejtën jam mjaftuar shumë i kënaqur me performancat e mia, domethënë gjatë këtij sezonit. Edhe mendoj që i kam ndihmuar ashtu mjaftueshëm klubit edhe ekipës që me pas këto rezultate pozitive. Domethënë jam mjaftuar shumë i kënaqur. Çka mendon që kanë ndryshuar për shembull paraqitjet e tua tash në këtë sezon me Tefik Çangën për dallim prej sezoneve tjera? Me të thonë drejtën, me sezonet kaluar nash që është pika kryesore është pjesa e përvojës. Domethënë që nash është kjo pikë që më ka mungu pak disa vite më herët, për shkak se kemi qenë matri, e tash duke luajtur vazhdimisht, domethënë që pikë kemi forcuar pak pjesën e përvojës edhe vendimare gjatë lojës, gjatë stërvitjes janë kanë shumë të pjekura, domethënë me ma shumë përvojë. Domethënë le të themi kjo është pika më kryesore. Një nga pikat vlerësuese që ti e përmend vazhdimisht është edhe trajneri. Sa ka luajtur rol për ty trajneri? Po, domethënë trajneri i ekipit sezonin kaluar ka qenë Sherif Topalli. Me të drejtën unë me trajnerin e kam një lidhje shumë të afërt dhe shumë të mirë me ta, sepse kam qenë pjesë e ekipit kur kam qenë i ri, domethënë grup mosha në Ferizaj, prej diku moshës 14 vjeçare deri në 18 vjet. E kom pas trajner. Ai ka ditë saktë kush. Po, domethënë ai jam rrit me punën e tij, me treningat e tij, domethënë jam rrit me krejt me kulturën e tij, sepse është një njerëz shumë familjar. Edhe domethënë kur më ka ofruar ofertën verën e kaluar, unë nuk e komentuar dy herë, sepse e kam njohur shumë mirë. Edhe tash nuk e kemi pas shumë problem gjatë sezonit sepse kemi ditë shumë mirë pikat e njëri tjetrit të forta, se çfarë kriteri lyp trajneri. Domethënë e kom ditë saktë se çfarë kritere, çka lyp edhe çka, domethënë pret ai prej meje, domethënë kjo na ka po mbi gjitha ka qenë besimi që ka pasur. Po, besimi domethënë ato mos ta harrojmë, do kam besimin 100% prej trajnerit. Ke lut e përmend edhe ti, ke lut te Ferizaj, te Ulpiana, te Rahoveci, te Ulpiana, po do me ditë
cila prej këtyre skuadrave mendon që të kanë ndihmuar më shumë në ngritjen si futbollist? Për me arrit në këto ku je sot. Po. Domethënë le ta cekim këto pjesën tek Ulpiana. Kur kam shku të Ulpiana, jam kon dikon 17 vjeçar, 18 të mbush, edhe kam qenë i ri, domethënë si futbollist atëherë. Edhe aja pjesë tek Ulpiana më ka ndihmuar shumë sepse jam kon më i riu, domethënë le të themi ashtu informacion gjithmonë, edhe jam i kam pas ofert shumë lejtar, domethënë që kam pas shumë përvojë. Se Ulpiana çat kohë, kur kam qenë aty, u kon tu pretendu për Superligë dhe kemi qenë fund sezonit në barazh, por domethënë kemi luajtur kundër Liris. Edhe më kon mesin e shumë lejtarëve me përvojë si Fidan Gërbeshi, Labinat Ibrahimi, Shqiprim Kelmendi, Krishnik Batiri, domethënë është ndihmës për ty shumë e madhe, domethënë që më kanë ndihmuar shumë, për shkak se unë kam qenë lejtar më i ri, domethënë krahas me tjerë, edhe përvojat e tyneve më kanë ndihmuar shumë, domethënë kur kam fol, domethënë të nkon edhe më kanë shumë i ndëgjueshëm, edhe domethënë sezona shumë mirë na ka ecë atëherë, edhe çka ka qenë një përvojë e mirë domethënë te klubi i Ulpianës. Ai vjen kjo që ke marrë edhe përvojë të Superligës. Po, shkak se domethënë këta ata që i përmenda kanë qenë lejtar domethënë me shumë bagazh dhe në Superligë. Që është shumë e rëndësishme do në zamën, nëse do më prej kualitetin e Superligës. Po, Superligës. Sakt, domethënë në sezona kemi arritur deri në fund barazh me qenë. A mendon se në momentin më të mirë të karrierës nëse llogarit tani? Po, gjatë krejt kësaj periudhe që ke kaluar deri tash. Po. Po si 23 vjeçar tash, domethënë le të themi ashtu, e ndi ashtu që jam kam qenë konsistent gjatë gjithë sezonës. Domethënë kjo ka bëu që kur ti je konsistent, domethënë gjitha lojët me i lutë në kohën. Po vazhdimsi, domethënë edhe forma është ngritur nga loja në lojë. Edhe kjo domethënë ka qenë e mirë për mua. Po normal, po pa e pas përkushtimin, pa e pas të regjimin, domethënë që jam kon shumë i përkushtuar, i rregjum, i korrekt shumë në trening, domethënë si në trening, si në lojë ashtu, edhe kur të vinë këto bashkë, atëherë normal që domethënë suksesi do vinë në fund. Sigurisht paraqitjet e mira janë ato që vrehen. Po. Edhe kjo është tani interesimin edhe të klubeve. Është raportuar tash kohë të fundit që ka interesim për ty edhe për ekipet e Superligës, po edhe prej ligës parë. A ka ndonjë gjë konkrete në këtë drejtim? Po, domethënë kur ki paraqitjet mira ashtu siç e thellë ti, normal që klubet interesuan edhe trajnerët interesuan, po për momentin jemi duke biseduar, po për momentin është menaxherat e mi që janë të mirë me këtë pjesë, domethënë këtë drejtim. I kemi disa oferta, domethënë nga Superiorja e Shqipërisë, dy ekipe nga liga kategoria parë e Shqipërisë, po gjithashtu. Tjetër ekip është në Maqedoninë e Veriut, Superligën Maqedonisë të Veriut. Po gjithashtu kemi oferta edhe këtu në Kosovë, po do të shikojmë domethënë së bashku me menaxherët, do të shikojmë ofertat edhe se çfarë me vendos vazhdimsi. Në aspektin personal besoj është një farë kënaqësie, se po vlerësohet puna jote që e ke bërë gjatë gjithë sezonit. Po, më thon drejtën. Po flas gjithmonë për këtë interesimin e ekipeve që shprehin për ty tash. Po, domethënë është një farë motivi shtesë ose një farë kënaqësie për shkak se ato paraqitjet e mira, po kur bin sy ose kur shihen prej trajnerave ose prej klubeve, po sidomos prej trajnerave, domethënë që e kanë këtë pjesën kryesore që i shikojnë edhe paraqitjet e lejtarëve, domethënë është një motiv shtesë për me vazhdu edhe më shumë, domethënë me punu edhe më shumë, edhe është një farë kënaqësie për shkak se ai mundi që kam bërë gjatë gjithë sezonës, edhe qëllimi është kjo, domethënë me shikuar për shembull trajnerat paraqitjet e mia. Nëse shikon tash klubet e interesuara, a ke vendosur në farë lloj kriteri që e përzgjedh klubin e ardhshëm? A i ke vendos kriteret cilat kemi zgjedhur për klubin e radhës? Po, domethënë si krejt, nashti është gjoja kryesore te futbollistat, po edhe tekon, domethënë pjesa e hapësirës, domethënë minutazh. Nuk po i shtim atë pjesës financiare, domethënë se normalisht secili domethënë punën që e bën është pjesa financiare në fillim, po domethënë gjoja kryesore për mua, domethënë për kriter për vazhdimsi është si pjesa e hapësirës minutazhit. Se ti rrogën mundesh me pas super të mirë, po mundesh me pas minuta, që është më e dëmshme. Kjo është nashti është më shumë pa mbrapa. Po. Edhe domethënë kriteri kryesor është domethënë pjesa e minutazhit. Qofse kemi hapësirë, atëherë do shikojmë klubet cila domethënë ka më shumë pjesë ku s'ka lejtar në pozitiv ose kështu me këto klube që jemi duke bisedu, po në këtë punë ja ku lëmë menaxherat me dhe ata vendosin. Absolutisht po. Zbashku normal që po zbashku edhe zbashku me familjen normal që do vendosin këtë. Për ata që për shembull nuk kanë pas mundësi me si e përshkruan stilin tënd të lojës, duke përfshirë këtë sezonin fantastik me Tevfik Çanga.
Po, siç domethënë profil si më sfruar defanziv, stili jam i lojës është ndoshta më shumë pjesa defanzive, ku jam më shumë defanziv se ofanziv, mirë po, dyat, po më shumë defanziv. Edhe pjesa ose stili është më shumë agresiv, domethënë çaj është puna jam, domethënë agresiviteti, me ndal aksionet, domethënë me kriju aksione të reja, por më shumë të është pjesa agresiviteti. A ka një futbollist në Evropë që e merr si shembull për me aplikuar edhe vetë në lojë? Më të drejtën ka shumë, po pjecekin është 2-3 tek pjesa ku luajn pozitem, nashti është Toni Kroos, është Casemiro, është Rodri, domethënë që e ka ashtu sikur stilin, domethënë pjesën pozitën e lojës si ta, edhe për cilët të kohën, domethënë me mësu, se prej dikujt mëson gjithmonë, domethënë me mësu shumë më shumë, edhe është nashti këta 3 që po i veçoj më. Edhe pozita besoj është goxha më e vështirë se e ki edhe anën defanzive, po dush me menu edhe për anën ofanzive se dush me pasu përpara. Është pozita nashti më e vështirë për shkak se lyp shumë angazhim, lyp shumë vrapim, domethënë vrapimi është gjëja kryesore sepse e lidh pozita e lidh 3 repatër me mbrojtjen me sushën dhe sulmin. Domethënë është një pozitë ashtu më e vështirë për shkak se lyp angazhim, lyp vrapim shumë më shumë se nashti pozita të tjera. Po arrim te një pikë shumë interesante dhe mboni shumë përshtypje, shkollimi, padyshim që duhet me qenë pjesë integruese e sportit, po të tim mboni përshtypje që përveç futbollit ke vendosur me vazhdu edhe me studimet, po e ke zgjedhur profil shumë interesant të studimit, logopedin. Po, pjesa e shkollimit na është shumë pak e din rreth jam, shoqënia që jam këtë pjesë, domthon këtë drejtim, po shkollimin e kam vazhduar, nuk kam dashur me ndërprej, domthon pas shkollës mesme kam vazhduar domthon me studime në pjesën në drejtimin e logopedisë. Në drejtim që para 4 viteve kur jam kyç, nuk u kon shumë i njohur në Kosovë, domthon ka pas shumë pak probleme, sa i përket kësaj pjese, ama edhe shumë pak e kanë njohur, domthon janë kanë shumë njerëz pak. Po çam ka shty me vazhdu këto është nashti që po futbollin, domethënë futbollin e kam pasion prej vogël, nashti tash është punë profesionale domethënë që e bëjmë. Mirë po, pjesa e shkollimit gjithmonë do të më pas sepse dikur karriera e futbollistit mbaron edhe jo gjithmonë lidhen krejt me futbollin. Po mandej çka, mundesh me pas edhe çka, po nuk ka dok më diçka ekstra me bë, edhe me vazhdu, edhe kom pjesa e logopedisë që është edhe drejtimi mirë, është drejtimi i vështirë, po është drejtim edhe human, domethënë sigurisht e shet që ndihmon dikujt, se pjesa e logopedisë mirët me vështirësi gjuhësore tek fëmijët më shumëti, po domethënë kur e shet që po i ndihmon mu bë dikush më mirë, mos me aletsu pak më mirë, domethënë është pjesa humane më shumë ajo. Domethënë sa i përket tjera pjesa. E ç'kjo na është nga shtima shumë ti me vazhdu, edhe pjesa që nuk ka pas shumë njerëz këtu në Kosovë. Po tash kombinimi i futbollit me studimet sigurisht nuk është i lehtë. Tregona pak sa është e vështirë me mbajt tash dyjat. Më thon drejtën për mua. Se arrin me një pikë kur njëon pak dush ndoshta me lon pak tjetër më kohë. Ja, njëon do të me lon ashtu kështu, paçore do të me lon pak onash njëon për shkak se është shumë angazhim me çast të dyjat në njëjtën kohë, po kur e ki atë dëshirën ato vullnetin, domthonë i ka përcen të dyjat. Edhe për mua kanë qenë pak e vështirë për shkakun që terminet e treningave, terminet e ligjëratave janë kanë ofert njëra tjetrës, për shembull me shku vikendet, po vikendet kanë qenë lojt, vikende ka pas provime, domthonë do të ke provime me shty për afat tjetër për shkak se lojën s'mësha me hupça det, afat tjetër kesha për provime do të ke me vazhdu, tarvës se kom përfundu mirë, ama kom pas shumë vështirësi shkakun që shumë angazhim. A mirë kuptojnë profesor? Po e kam mirë kuptuar, domethënë pjesa mirë, po te pjesa provimit nuk u kanë çaqe mirë kuptuar për shkak se nuk u kanë një plan B për shembull, nëse nuk i kanë pjesa dit. A e sheh veten si logoped pas përfundimit të karrierës? Po, normale, unë me çfarë qëllim ku fillu, po për momentin është shumë i fokusuar në pjesën e karrierës futbollit. Po nuk kam dashur me ndërprer, me vazhdu dikur shkollimin, kam dashur me krye, masne çka vjet utjen, domthonë është mirësordhë, po besoj që pas disa viteve domthonë vazhdojmë edhe me pjesën e profesionit logopedist. Po flasim vetëm pak për të ardhmen, a ke bë plane për të ardhmen për sezonin e ri? Po do të thaj këto mini objektiva. To domthonë që janë ato qëllimet e objektiva vetës, janë domthonë është një diçka ashtu që me shku ose me provu vetëm pak jashtë ligave të Kosovës, që ashtu kështu e kemi disa oferta, domthonë ashtu është qëllimi ose objektiva ajo, po do shikojmë. Domthonë
është mbledhëm vazhdim, do e shikojmë edhe me menaxherat, me familjen zvorshko dhe do vendos. A përjashtot mundësia që më konë edhe në elitën e futbollit Kosovës? Jo, nuk përjashtot, për shkak se ato oferta nuk janë duhura ose nuk përshtatet projekti. Nuk janë përshtatshme për mua atëherë, është mundësia edhe këto, për shkak se edhe këto kemi disa oferta prej klubeve të Superligës po edhe në Ligës Parë. Je i ri mosh, po ke përjetu goxha prej fillimit karrierës deri tash. Nëse kishe pas një mesazh cili kish më qenë për futbollistët e ri, për ata që kanë synim me u bë futbollist, që tash nisin karrierën. Okej, do më thonë, prej qysh i ri, edhe unë kom pas shumë probleme të lashe gjatë rrugës, kom pas rëndime shumë, për shkak se infrastruktura në këtë Kosovë nuk është aq e duhura, na shtina e vështirëson pak punë, mirë po, unë trive ju kisha thonë që mos më ndalën, që se kanë pasion, e kanë ëndër ashtu, mos më ndalën me punu, për shkak se me punë gjithçka mundet më arrit. Asnjëherë mos u ndalë edhe mos u ndani tu besu që mundi me arrit mund që ato që një tu e dosh. Kur kthehesh mbrapa, kush ka qenë mbështetësiat më i madh në karrierë? Po padyshim që mbështetja më e madhe është familja, domethënë prej ditës së parë, ka qenë mbështetja jam kryesor dhe mbështetja jam domethënë i vetëm, që i falenderoj edhe publikisht domethënë shumë për çdo gjë domethënë që kam pas nevojë, ata kanë qenë mbrapa meje. Për tjetër sen këtë në rregull. Tash kjo edhe është përblet, normalisht, është e mirë edhe për ta kur për djalin e ty në tash ka interesim, ma në fund vrejet. Domethënë fillojnë me undilla ata krenar, për shkak se pas shumë vështirësisht, edhe kur i shohin që jetu mundu gjithmonë për diçka e në fund shpërblet, atëherë normal që pjesa e krenarisë ngjehet edhe tek ta. Kur është jashtë futbollit, çfarë bën lavdimin? Po me thënë drejtën tash, unë prej verës kaluar kam përfunduar studimet, ligjërata dhe kështu, kur kam qenë në atë kohë, atëherë jashtë futbollit kam ligjërata, pjesa për shkak se na futbollistat fitness, not bëj vazhdimisht rregullisht. Po tash jam kon shumë ashtu i përcaktoisha domthon këto gjanat, kështu di rutinën. Krejt me termin. Me termine. So do të kështu me pas një plan rutinë domthon çdo ditë. Tjetër, pjesa me shoqëni, pjesa me familje, domethënë këtu janë normal. E tash momentin jam pak më shumë i fokusuar te pjesa e futbollit. Studimet domethënë për momentin i kam kryer, jam të pri vetëm pjesën e diplomimit. Tash për momentin jam më shumë i fokusuar në futboll, ushtrime ekstra, ushtrime tjera, për shembull plus që janë fitnessi, nuoti, këto që na ndihmojnë shumë domethënë pjesën e performancës, pjesën përgatitje fizike. Nëse kisha zgjedh dy momente, cili kish më qenë ai më i miri edhe një më i vështirë në karrierë? Në karrierë. Tash tipi ai më i mirë ka shumë, po që do isha me veçu është një momenti kur kom debutuar me klubin Olympianës. Jam kon 17 vjeçar atëherë, edhe u kon loja e parë. Kemi luajtur kundër flamurtarit Prishtinës në Lipian. Edhe momenti kur kom debutuar, domethënë sukon në fillim nuk kon shumë besimi trajnerit, mirë po e kom di që e kam atë besimin e paktë ai, ashtu si më që do të më rrit tani besimin. Edhe gjatë lojë kom pas vetëm minuta shtesë, domethënë kom pas minutazh, edhe u kon loja më parë me klubin e ri, edhe momenti kur kom në fush, u kon minuta e fundit ku zhvilluar lojës. Edhe në atë moment, domethënë, nuk e ka prit kush që ka më ndodhur diçka, veç kam prit që ka më hi, më kryll me dal. Mirë po si kom hi, domethënë kom pas veç një prekje të trupit. Ai pjesa ka prekja ka jashtë 16 metrët, edhe ka një goditje që ka hin në gol, domethënë kom shumë në gol. Vetëm me një prekje dhe mbas atij momenti u kry loja, edhe ka një diçka si ëndër që më dake, ama këtë ai shpërblim, ai puna jeme që e kom pas besimin të kohën, më ka shpërbly. Domethënë as këta s'kam besuar që mbrana një minutë ndodh diçka, ama për më një minutë është shumë i madh, domethënë si një jetë si pjesa e futbollit. Është domethënë i paparashikueshëm. Edhe me një prekje kom dhënë gol edhe në atë moment mas festimit u kry loja më njerëz, s'kom pas më kontakte. Po kom pjesa ai loja kon deputimi jam, golla e parë na të themi ashtu, edhe ashtu si nëndër më ka dhënë. Edhe atë pjesë nuk e harroj kurrë. E po të njëjtën sezon e kam pasur momentin më të keq me thonë që ka fundi sezonit, dikon 2 lojë të fundit në sezon, na ishmi vetë se gati në barazh me lirim për mu fut në Super League. 2 lojë të fundit e kam pas një lëndim koxha të rënd, domethënë të hamstringut, edhe që jam një shumë keq ka ku që unë smuisha me një mu ekipën, dhe ka një lojë që na ashtë deri tash nuk e kompletu më, u kanë loja vetë me domethënë barazh që ku marr pjesë.
do nashti s'ka me përjetu ma, po si dihet jetës, ama më ka met ashtu pikë edhe s'ka mujt me ndihmu ekipën edhe s'ka mujt me arrit me luajnë çat lojë. Domthon çdo dyja që veçova më shumë, se ka edhe tjera shumë, po këto. Më tha më herët intervista jote e parë për një medion. Po kjo është intervista e parë, domethënë shumë të falenderoj ty edhe për ftesën edhe për vlerësimin që më ke bëu. Ama e kom fantastik. Faleminderit. Nuk e frit ashtu asun, po mirë dole. Falenderoj shumë për këto detaje që i ke treguar sonte. Na sigurisht dëshirojmë shumë fat edhe shumë sukses tash në aventurën e re kudo që e zgjidhni me shku. Shumë faleminderit për juve. Suksese edhe juve. Faleminderit shumë edhe suksese edhe juve dhe shëndet e gjitha të mira.